Prefektja e Qarkut Korçës, Florinda Zegullaj, ka zhvilluar një takim institucional me përfaqësues të IKMT-s dhe IMT-ve vendore, ku në fokus kanë qenë problematikat që lidhen me ndërtimet pa leje dhe zënien e hapësirave publike në territorin e Qarkut. Gjatë takimit u diskutua mbi nevojën për forcimin e koordinimit ndërinstitucional, rritjen e monitorimit në terren si dhe reagimin e menjëhershëm ndaj çdo shkelje që cënon ligjshmërinë, sigurinë publike dhe rendin urban. Prefektja Zegullaj theksoi se territori nuk mund të administrohet me tolerim ndaj paligjshmërisë, ndërsa në çdo ndërtim pa leje dhe çdo hapësirë publike të uzurpuar padrejtësisht që përbën shkelje të ligjit dhe cënim të interesit qytetar, të standardeve urbane dhe zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit do të merren masa. Në prag të sezonit turistik u nënvizuar rëndësia e rritjes së përgjegjësisë institucionale për të garantuar qytete funksionale, sigurta dhe të aksesueshme, si për qytetarët ashtu edhe për vizitorët. Në takim u kërkua që institucionet të jenë të pranishme në terren, të bashkërenduara dhe efektive në zbatim të ligjit pa vakum, përgjegjësie dhe pa standarde të dyfishta. Sipas prefektes së Qarkut, qytetarët kanë nevojë të shohin institucione që bashkëpunojnë dhe hapësira publike që u rikthehen komuniteteve.